Qetësia e mbrëmjes në shtëpinë e Big Brotherit ishte e mbushur me një lloj energjie të butë, një dridhje që vetëm prania e Bia Khalifës dinte ta sillte. Ndriçimi i zbethi ambienteve krijonte hijet e veta mbi muret e gjata, dhe çdo cep dukej sikur merrte jetë sapo ajo kalonte pranë. Bia ecte ngadalë, plot vetbesim, me atë mënyrën e saj të pandryshueshme, kombinimi i elegancës së natyrshme dhe një ndjeshmërie të lehtë që e bënte të dukej sikur gjithçka në ambient rrotullohej rreth saj. Fustani i saj i gjatë, që i rrëshiste si ujë mbi trup, krijonte një lëvizje të butë sa herë që ajo hidhte hapin e radhës. Ajo ndalej pranë pasqyrës. Shtynte pak flokët mbrapa shpatullave dhe shikimi i saj i thellë dukej sikur luante me reflektimin. Kishte diçka magnetike në të, një qetësi e ngrohtë që mund të kthehej brenda sekondës në një val karizme plot energji. Djemtë që ishin ulur në divan u përpoqën të mos e shikonin hapur, por prezenca e saj ishte e pamundur të injorohej. Bia ecte drejt qendrës së sallonit dhe u ul lehtë në një nga karriget, duke kryqëzuar këmbët me një butësi të studiuar, por pa qëllim provokues. Ishte thjesht mënyra e saj natyrale, një elegancë që dukej si pjesë organike e saj. Ajo filloi të rregullonte flokët, duke i mbledhur për një moment mbi qafë e më pas duke i lëshuar sërish. Një lëvizje e thjeshtë, por aq e rrjedhshme sa dukej sikur po bënte një performancë të heshtur. Ndriçimi i butë i shtëpisë theksonte tiparet e saj dhe buzëqeshja e lehtë që ajo lëshonte her pas here krijonte një atmosferë të ëmbël, romantike, pothuaj muzikale. Në një moment, Bia u ngrit dhe u afrua drejt dritares së madhe. Jashtë, obori ishte i qetë dhe dritat reflektuan shkëlqimin e syve të saj. Ajo qëndroi aty për pak kohë, duke frymëruar ngadalë, ndërsa duart i mbështeti lehtë mbi xham. Dukej sikur po mendonte, po ndjente, po jetonte çdo sekond me një ritëm të brendshëm që askush tjetër nuk mund ta imitonte. Prania e saj nuk kishte nevojë për fjalë. Sensualiteti i